Një incident i dhunshëm ka ndodhur mëngjesin e sotëm në Kamës në rrugën e OSBE-s, ku dy drejtues automjetesh janë përfshirë në një sherr për motive të dobta që ka përfunduar me pasoja të rënda. Sipas informacionit zyrtar të policisë, konflikti mes dy shoferëve ka eskaluar në dhunë fizike dhe ka rezultuar me dënimin e shtetasit Redi Vata, 38 vjeç, i cili është goditur me sende të forta. Ai ka marrë plagë të rënda dhe është transportuar me urgjencë në spitalin më të afërt, ku ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Pas ngjarjes, policia ka shkuar menjëherë në vendngjarje për të verifikuar informacionet për të shtëna me armë zjarri. Nga hetimet paraprakë është gjetur dhe sekuestruar një këzhoj që dyshohet të ketë lidhje me përplasjen mes dy personave. Pjesëmarrës në këtë hetim ka qenë edhe shefi i komisariatit të Kamzës, Besim Qibini, i cili ka mbikëqyrur operacionin e sigurisë dhe hetimet. Për momentin, policia po punon intensivisht për identifikimin dhe kapjen e drejtuesve të automjetit tjetër të përfshirë në konflikt, pasi dyshohet se ai ka lënë vendin e ngjarjes pas incidentit. Grupi hetimor është duke analizuar çdo detaj për të zbardhur të gjitha rrethanat e ngjarjes dhe për të mësuar se si ka eskaluar konflikti dhe kush mund të jetë përgjegjës për përdorimin e dhunës dhe armëve.